Bisedë me hidhërimin. Kjo është një bisedë e paramenduar, pjesëmarrës të cilës janë njeriu dhe hidhërimi, të cilën e kam përpiluar në këtë formë që të qartësohet realiteti i hidhërimit dhe natyra e tij. Njeriu, mirë se vjen Zoti hidhërim, më vjen mirë që u takuam. Hidhërimi, mirë se ju gjeta, më vjen mirë gjithashtu. Njeriu, dëshiroj të të pyes, cili është shkaku i hidhërimit tënd vazhdueshëm, kryengritjes tënde konstante dhe dëmtimit që u shkakton të tjerëve? Hidhërimi. Fillimisht, unë nuk jam për herë i hidhëruar, përkundrazi shfaqem vetëm në raste të rralla. Kryengritja ime është e fuqishme, sepse unë e informoj njeriun për nevojën time, mirë po ai nuk dëgjon, prandaj me të bën dobi vetëm presioni. Sikur të më dëgjonte mua, nuk do të hidhëroj. Njeriu, tashti të kuptova. Atëre, cili është shkaku i ekzistencës tënde? Hidhërimi. Unë jam krijuar të eci në përputhje me të vërtetën dhe të drejtën dhe të hidhërohem kur ajo kundërshtohet e ta dënoj ata. Njeriu. E di këtë, mirë po pyetja ime është, pse hidhërimi yt është në formë shtazarake? Hidhërimi. Unë nuk jam shtazarak, por njeriu është i tillë. Unë i përngjaj ziles. Disa njerëz gëzohen prej saj dhe përfitojnë nga ajo duke u zgjuar nga gjumi i tyre, e disa të tjerë hidhërohen prej saj. I mençur është ai që përfiton prej meje, sepse unë jam një fuqi e madhe që ja kam dhuruar veten time njeriut për të përfituar ai prej saj dhe për t'i dhënë një shtytje drejt një jete më të mirë, në mënyrë që të punoj më shumë, të merret me sport dhe lëvizje që ta ul fuqinë time. Po ashtu dobi të tjera të shumta, të cilat do t'i tregoj në ndonjë rast tjetër, sepse tashti nuk kam kohë. Jam i zënë duke e ngritur hakun dhe duke e ulur të kotën. Njeriu, të falenderoj për këto fjalë të mrekullueshme. Tashti të kuptoj shumë më mirë. Do takohemi ndonjëherë tjetër, me lejen e Allahut, në ditët e ardhshme. Shpresoj që të mos na privoni nga ai takim. Çelësat e hidhërimit. Çdo njeri ka disa çelësa të hidhërimit, të cilat ja hapin derën e hidhërimit atij dhe disa susta të cilat nëse shtypen nga dikush, e shpërthejnë hidhërimin e tij. Ky hidhërim mund të shfaqet në forma të ndryshme, siç është hidhërimi shpërthyes, hidhërimi nënçmues, hidhërimi hakmarrës, hidhërimi shqetësues, hidhërimi i fshehur dhe hidhërimi i cili shfaqet me të folur. Duke u nisur nga kjo, ti ke mundësi t'i zbulosh çelësat e hidhërimit tënd, të ndërveprosh me ta dhe t'i kuptosh më mirë, në mënyrë që nëse ndonjëri i provokon ato, nuk do të hutohesh dhe nuk do të mundesh prej tyre. Po ashtu ke mundësi ta shfrysh hidhërimin në mënyrën e duhur dhe të ndërveprosh me të ashtu si duhet. Ka mundësi që çelësat e hidhërimit ti përkufizosh në gjëra të vogla, që do të thotë se ti hidhërohesh vetëm për shkak të këtyre gjërave të caktuara. Në këtë formë, hidhërimi nënshtrohet vullnetit tënd. Ti e di se kur duhet hidhërohesh dhe askush nuk ka mundësi të manipulojë me çelësat e hidhërimit tënd e të hidhërojë pa dëshirën dhe vullnetin tënd. Nëse dikush i shtyp ato, ti do të kesh mundësi mos t'i përgjigjesh atij dhe nuk do të zbresësh në nivelin e tij. Përkundrazi, shpirti yt do të qëndrojë lart dhe nuk do të ndikojnë tek ti mendje lehtët. Nxitësit e hidhërimit. Nxitësit dhe shkaktarët e hidhërimit janë të shumtë. Prej tyre, mahnitja me veten, tallja, jo serioziteti, ofendimi, kundërshtimi, nënçmimi, mendjemadhësia, poshtërimi, tradhtia dhe kujdesi i tepërt për arritjen e pasurisë dhe autoritetit. Të gjitha këto janë veti të ulta dhe të urryera fetarisht, prandaj duhet që secilën prej tyre ta kundërshtojmë me të kundërtën e saj, në mënyrë që të parandalosh shkaktarët e hidhërimit. Duhet që ta mbytë mendjemadhësinë me modesti, mahnitjen me njohje të vetes,
kryelartësinë e largon duke përkujtuar se edhe ai është njeri dhe ka të njëjtën preardhje sikurse njerëzit e tjerë, nga një baba i vetëm, sepse lëvdatat dhe krenaria arrihen me vepra të mira, kurse kryelartësia dhe mahnitja me veten janë prej veprave më të këqija. Përsa i përket talljes, e largon atë duke u preokupuar me gjëra të rëndësishme fetare, të cilat do t'i marrin kohën, ndërsa jo seriozitetin e shëron duke u bërë serioz në kërkimin e virtyteve të larta, moraleve të mira dhe diturive fetare, gjërat të cilat do t'a dërgojnë në arritjen e lumturisë së ahiretit. Në lidhje me këtë, pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me të, thotë: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, sikur ta dinit atë që unë e di, do të qanit shumë dhe do të qeshnit pak. Kurse ofendimin dhe nënçmimin e largon duke e fisnikëruar veten nga bërja dëm të tjerëve dhe duke ruajtur atë nga përgjigjja e hidhur. Ndërsa kujdesin e tepërt e shëron me durim gjatë vështirësive të jetës dhe me kënaqje me atë që ke, duke e kërkuar me këtë krenarinë e mospasjes nevojë për të tjerët dhe largimin nga nënçmimi i kërkimit prej të tjerëve. Për shërimin e secilit prej veseve të përmendura më sipër, do të kesh nevojë të ushtrosh veten, të bësh durim dhe të përmbahesh. Ushtrimi i vetes arrihet duke i përkujtuar asaj pasojat e këqija të këtyre veseve në mënyrë që të largohet prej tyre, pastaj duke i praktikuar të kundërtat e tyre për një kohë të gjatë, derisa të bëhen tradita të lehta dhe të njohura për shpirtin. Kështu shpirti do të pastrohet nga këto vese të poshtra, e po ashtu do të rehatohet edhe nga hidhërimi, i cili vjen si pasojë e tyre. Kurse nxitësi më i madh i hidhërimit tek ignorantët është se ata e quajnë hidhërimin trimëri dhe krenari.